Në ditën e 1 majit, për shembull, shumë qytetarë vendosin me dalje me festu. Unë nuk mendoj që jena në çat nivel që me dalje me festu, duhet me dalje me protestu. Organizohen protesta, por mandej numri i pjesëmarrësve është shumë i vogël. Edhe unë nuk mendoj që duhet me ofru këtë mundësi që ne të friksohemi. Jemi shtet demokrat, guxojmë me ngrit zonën për kauza të tilla, sepse në fund të ditës jemi ne vetë qytetarë të këtij vendi. Sa guxojmë, të shumë mirë tha Edona, guxojmë, po sa po guxojnë rinia me ngritë zonin, ndoshta për kauza të veçanta? Duhet guxojnë, s'duhet me ja ushtin mend hiç këto që nuk duhet me guxu. Nuk duhet me ja ushtin mend, është e vërtet, po besoj që është edhe pak ajo neglizhencë apo e përsëri që nuk është që po merren shumë, duhet me marrë ma shumë, unë po jam pjesë e lobimit për me marrë ma shumë e këtë pjesë, ma shumë e politik, po thjesht nuk i intereson sepse janë mësu me një rreth t'il, janë mësu me qenë shef të vetës edhe mos më marrë të kjo pjesë, po që përmendin i majnë mu më pëlqen si popull, në përgjithësi shqiptari i marrim gjithçka me pozitivitet, edhe protestat i marrim si mënyrë që sharaki edhe përmes viralitetit videove ku bëhen si lloj meme që është një situatë shumë serioze dhe në kthejt diçka shumë që sharaki jemi. Ama mandej pasojat janë të mëdhaja dhe pasojat i kemi vetë ne qytetarët, edhe ne duhet nisim vetë prej vetës, për shembull, secili prej neve mundemi me kontribut diçka për vendin tonë. Qysh prej një momenti që ti del në rrugë, e shen një dukuri që nuk po të pëlqen, e ki mundësin me raportu policin edhe me reduktu ato dukurit negative. E pak prej neve e bojna këto. Pak prej neve e bëjmë sepse ndoshta ashtu jemi mësu. Po mendoj që, e thash edhe njerë, gjenerata jonë është një gjenerat që me të vërtet tash ka nisë dhe interesohet për gjërat, i vjen ma interesant që ta ruaj vendin ku është. Edhe për shembull, e shoh, si tha edhe ti, mund të paraqesim, nuk kemi frikë paraqesim dukurit ndryshme, nëse shohim diçka ne e paraqesim me një herë. Po ju në rrjetet sociale, të bëhemi të sinqesë. Po, në rrjetet sociale është domethënë një bujë. Pastaj nëse dikush fton me diskutu këtë pjesë më shumë 3 stepe, nuk e diskutojnë. Po zakonisht kjo po lidhet se shkoku po dalmi prapë të memet cilat bëhen TikTok, kjo zakonisht ishte në krejt edhe me hub nështë edhe besimin me marrë iniciativën, të nuk po ki njerës që po dhim protesta. Po rrezikosh me u bo meme para një audiencë shumë gjërë, cila gjenë fjallët ma interesante për me të bullizue, për me të thonë shkas mas. Edhe ti pe ki problem tana me marrë iniciativën sa do që po ki guxim. Normal që të rritë marrin ma let iniciativa se nuk e ka një bagazh të cilin njerës të munën me u kap në të. Për që ato i shty edhe të rritë me marrë iniciativa se ahlojën të rritë. Nëse do një më njoftë për diçka, unë menoj që nëse e bën një protest të tillë si për energjinë elektrike ose protestat e një majt, ti ki me unë njoftë për që ato për të mirë. Ka shumë njerë që prej që atëmve ju në avancu shumë. Dhe me thonë prej një momenti, një klipi në media, ata sot nështë ajon edhe drejtues të bordeve të ndryshme në organizata të ndryshme jo qeveritare. Kështu që do të me marë hapin e parë për me bo një ndryshime, jo me nejtë në shpemus me të interesu politika, me nejtë në kafe 5-6 ore, kër të thirë dikush me shku për shembull me një trajnim ose me një diçka